Në propozimin për shkarkimin tim nuk ekziston bazë që vërteton shkelje të rënd disiplinore. Kështu shpreh sot kryeprokurori Ljupço Kocevski për iniciativën për shkarkimin e tij. Ai informoi se propozimin për shkarkimin e tij të iniciuar nga qeveria e ka marrë të ejten nga Këshilli i Prokurorëve Publik. Gjatë ditës së djeshme, më është dorëzuar propozimi për shkarkim nga ana e Këshillit të Prokurorëve. Në një afat të arsyeshëm kohor, do të deklarohen për të gjitha pikat, mbetëm në atë që, nga ajo që mund të shoh, në atë propozim nuk ka asnjë bazë që vërteton shkelje të rënd disiplinore. I pyetur se në çfarë bazohet qeveria në propozimin për shkarkimin e tij, Kocevski tha se ajo bazohet në atë që është thënë së fundmi nëpër media. Deri tani qeveria nuk e ka publikuar përmbajtjen e propozimit për shkarkimin e Kocevskit, por nga ajo që është e njohur deri tani, në propozimin që përgatiti Ministria e Drejtësisë thuhet se prokurori publik republikan ka vepruar në disa lëndë në të cilat sipas dispozitave ligjore ka pasur rrethana që kanë ngritur dyshime për panshmërinë e tij, si dhe ka pasur konflikt interesi. Sipas ligjit për prokurori publike, Kocevski ka të drejtë që të prononcohet në formë të shkruar pas iniciativës për shkarkimin e tij dhe të marrë pjesë në seancën në të cilën do të diskutohet dhe vendoset për shkarkimin. Sipas ligjit për prokurori publike, prokurori publik mund të shkarkohet nëse ka bërë shkelje të rënd disiplinore ose nëse është antar i ndonjë partie politike.